Pas 2 ditësh orën 9 të vini të më raportoni. Që kemi nga ju? Rekulli, e keni gati kandidatin? Si urdhëron. Cili është ai? 35. Mirë, raporto. Para lufte ka qenë oficer në Gjandarmerinë shqiptare. U ka shërbyer italianëve dhe gjermanëve. Me shpartallimin e ushtrisë gjermane u largua nga Shqipëria. Në fillim punoi në kampet e përqendrimit, pastaj u mua në shërbimin ton. Ka vepruar si diversant në Shqipëri. Është besnik dhe urren regjimin komunist. Ka marrë shtetësinë ton i legalizuar me një emër tjetër. Zotëron anglishten, gjermanishten dhe italishten. Ka kryer detyra për llogarinë ton në disa vende të Europës lindore. Me agentin ton në Shqipëri njihet personalisht. Kanë punuar së bashku për zbulimin e anëtarëve të njësiteve të gurile. Është dakord të kryejë detyrën ton, ka marrë të gjitha njoftimet. Ai do të shoqërohet nga një person tjetër tek i cili është vënë re një qendrim dashamirës ndaj Shqipërisë. Para se të niset, sillni tek unë. Si urdhëron zoti general. Vini re, po fluturojmë mbi territorin shqiptar. Attention, attention, notre avion est sur le territoire d'Albanie.
Jemi pak vonë. Miropafshim. Miropafshim. Zoti Sem? Po, Zoti Clark? unë jam. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Urdhroni. Të shëroni të dëgjoni pak muzikë. Me knaqësi. Jemi pak me vonesë. U shkëputëm nga grupi ynë i turistave. Na thanë se keni qenë sëmurë. Si jeni tani? Mjekët më thanë se mund të udhtoj. Pata një aksident automobilistik. Tek ne ka shumë makina dhe njerëzit i ngasin si të çmendur. Vetëm për një gjë jemi të shqetësuar. A do të na jepet mundësia të plotësojmë programin? Besoj se shpreh dhe mendimin e Zotit Sem, me të cilin unë njohëm rastësisht gjatë këtij udhtimi. Ma mërmendje se drejtoria e turizmit do ta ketë konsiderat kërkesën tuaj. Ju gënë se flisni mjaft mirë anglishten. Ku e keni mësuar? Në Universitetin e Tiranës. Kolegu im Clarku më tha se ka filluar të mësoj shqip me kohë. Besoj se do të përfitojmë shumë nga ju. Do përpiqem të ndihmoj. Ju lutem? Ju lutem qelsat. Urdhroni. Atëherë nesër në orën 8 do të viti u njoh me programin. Ju uroj pushim të mbar. Po, urdhroni. Urdhroni. Ju njoftoj se kafen e pi në shtrat në orën 7 fiks. Është një zakon të cilin e respektoj. Si urdhron? Faleminderit.
zgjedhjeve Veladoni dhe Paqes është fshehur gjithmonë thika. Ky detaj është konkretizimi i historisë. Urdhëroni dhe një ekzemplar tjetër. Ky baston, simboli i prehjes, është maskimi i pistoleti. Më kujtohet thënia e udhëheqësit tuaj. Armiqt na kanë në thepin e pushkës. Ne i kemi në gryk të topit, zoti Clark. Urdhëroni. Luft. Ua kanë imponuar, zoti Sem. Me sa kam konstatuar unë, shqiptari është paqdashës, po luftës imponuar nuk e shmangur kur. Këto janë trofet e luftës së fundit. Urdhëroni në sallën tjetër. Një traditë mrekullueshme. Sigurisht të gjurma kulture i përkasi një kohë më të vonë se sa ajo heroj i lirë, emrin e cilit Mantigens, apo jo? Sigurisht. Ç'mendim keni ju, zoti Sem? Më duhet të pohoj se është një kulturë jashtë sferës së interesave të mia. Për mua do kishte interes të shikonim ekspozitën Shqipëria sot. Sy falas. Tek ne shërbimi mjekësor është falas dhe është shtrirë në gjithë vendin. Po kështu dhe arsimi. Si është e mundur? Njeriu mbi të gjitha. Njeriu mbi të gjitha. Kjo është me të vërtetë mënitse. Hajde të shikosh se sa të bukura janë prodhimet e ndërmarrjes fitore. Ju njoftoj se shtata punon në ndërmarrjen fitorie. Nuk ka pësuar asnjë ndryshim. Të veprohet pa ndrojtje, gaforja. Mrekulli. Këtu mund të lidhen kontrato me interes. Për ju, po. Ju i keni të gjitha mundësit financiare. Do doja të shikoja këta njerëz që nxjerrin punime kaq të bukura. Apo jo, Clark? Që thoni ju gens për këtë kërkesën tonë? Ta bisedojmë mirë, mbase shfrytëzojmë bashllakun e ditës së nesërme. Veç se nuk do keni kohë të shlodheni. Këtë reparte kemi ngritur me forcat tona. Edhe tornët? Po. Aha. Po ti çpade? Ha? Çpade? Të haj, drejqi të haj. Nuk më pëlqejnë fare këta njerëz. Gjithnjë kemi vuajtur nga të huajt. Aha. Po dale po pinj cingar.
Zotëri, çdo të bëhet me mua. Ani një minutë. Mos u alarmo. Ti nuk je komprometuar. Do të qëndrosh. Këtu do na duhesh përsëri. Nesër shpejti do të kthehemi. Ai që do të paraqitet me këtë unaz, do të jetë e prori yt. Mos harro. Ora dhe vendi i takimit nuk ka ndryshuar. Si gjithnjëj përpikt, zoti Clark po të pret në ankth, si shduke do të marrë hakun e ditës së djeshme. I pas ka radhitur ushtrit. Genc, sot do të sulmoj me të zënjtë. Bukur fort atër, fillojmë. Besoj se nuk do të mërziteni, zoti Sem. As pak. Me sa shohun sot do ta keni të vështirë, Genc. Ashtu mendoni ju? Të paktën kështu më duket mua. Edhe mua më duket se kam një avantazh. Pas keni orë të bukur, Genc. Për të matur kohën. Orët janë dobësia ime. Mund ta shoh pak? She. Sha, mat. Oh.
më përsëri, ta marrë djallit. Ta shikoj, edhe mua nuk mbesohet. Genc, si thua, ta bëjmë dhe loj? Mirë. Me siguri do të mërzitet bukuroshja Kres. Oh, po. Vërtet sa shpejt që ka lej koha. Zoti Genc me siguri ka punë, kurse unë jam i moshuar dhe më duhet të pushoj. Mirë pafshim. Genc, ju lutëm të më falni. I kam premtuar një shëtitje zonjës Kres. Atëherë takimi në orën 8. Hyni? Jeni shumë i përpikt. Gjuna që nuk pranoni bakshish. E kemi për detyrë, zotëri. E di, po unë jam mësuar andej. Kam medurina, si që thoni ju. Dëshironi gjë tjetër, zotëri? Jo, faleminderit. Falni. Mos e dini ku ndodhet një shtëpi me numrin 7? Shtëpi e re apo e vjetër? E vjetër. E shembur. Drejtë ta marr. Kisha një amanet. Gjallë? Siç më sheh. Si mundet vish? Me pasaport të rregull. Si e ke kaluar? Lere mos pyet. Një jetë gjithë angth. Është e 4 natë që të pres këtu. Jam matur disa herë. Mezi kam gjetur rastin që shkëputesha para në sy. Si ma gjete adresën? Ne nuk flejmë si ti. Më duket se ke filluar të trembesh. Është merësisht vështirë. Ju nuk mund të imagjinoni do të gjyqjet që bëhen këtu. Kam frikë se ndonjëherë do të më vi radha dhe mua. Gjepora. Ti je i mençur dhe ke ditur të maskohesh shumë mirë. Kisha shumë të drejtë unë atëherë. O, Zot, sa kam pri... Me këtë paku ke udhëzime dhe gjithçka që do të duhet.
uzinë sekrete në rajonin Pyort të Kiçanit është objekti juaj. Siguroni çdo të dhënë për të dhe projektin e saj brenda 15 ditëve. Gaforia. Ja ku është? Shoku Gjergji. Shoku Gjergji, na drejtuan tek ju. Si jeni mirë dhe shëndet. Si është puna? Mbrëm rreth orës 8, te Muzeu Etnografik, na troqi vëmendjen njeriu vetmuar. Na u duki uaj dhe takoi njeriu ton. Po, pastaj? Ata dukeshin shumë të shqetësuar, po thuaj të trembur. Kur në krye të rrugës u duk një makinë, u larguan menjëherë me nxitim. Ashtu është. Ashtu? A e vu të re se çfarë makine ishte? Po, ishte një Fiat ngjyrë të kuqe. Fiat i kuq ishte. Çfarë numri kishte? I dallova vetëm shifrën e fundit. Ishte 5. Targa ishte e Tiranës. Po. Njeri brenda kishte? Jo, nuk ishte. Ju faleminderit shumë. Mund lini nevoja të bisedojmë përsëri. Adresa juaj? Të faleminderit shumë. E kam tamam si këndezin e shtëpisë, pa të nuk mund të ridot as një minutë. Mirë pafshi. Kenci, shpesja kam punë. Kishte filluar të mbete mbrapa. I ngjetë zotit usta. Ora çakmak, ke filluar të bëhesh i lezetshëm këto kohë të fundit. Ora nuk u ka asgjë, vetëm mos harroni ta kurdisni. Sa bën? Këshillat japin falas. Faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Çfarë ke bërë? E për hasgje. Në institucionin që t'intereson, kam njeriun tim. Dhe se i ka hi friga në palës. Që ta reaktivizosh, du të punu me shumë kujdes. Si do kjoft, takohemi përsëri në orën 20:30. Dakord. Merje të heri. S'ka gjë. Një hollësi e vogël. Mele, falin të ndës pak ju. Po si? Faleminderit. Ju lutem.
Më falni, po cilin kërkoni? Desha të bisedoj me ju, shokje Dimitra. Më falni, po nuk ju njoh. Do të njihemi. Vi nga puna e burrit tuaj. Më falni. Jes në cinar? Po si. Urdhroni. I falim. Keni vënë re këto kohë të fundit që burri juaj është tepër i shqetësuar? Jo. Jo. Ai më duket mirë mua. Kohë të fundit kriza në zemër nuk ka patur. Nuk është aty fjala. Po ku atëre? Çfarë ka ndodhur? Jo, atë disa njerëz i kanë shtënë vesh ca fjalë që kanë të bëjnë me qëndrimin tuaj moral. Si? Po. Si guxoni të flisni kështu për mua, ju lutem? Pikërisht për këtë kam marrë të bisedoj me ju. Po kush jeni ju, xhanëm? Asnjë pyetje. I di të gjitha. Mi ka thënë vetë ai bandilli yt. Po si do i vej halli tani? Këto punë do t'i rregullojmë. Ju? Po. Po si? Atë bandillin e porositë të mos u dalim më përpara. Përsa juve ju këshilloj të mos takojeni më me të se do të meni veten tuaj me qartë. Kam edhe një pyetje. Për kuriozitet në tepër. Ti u bë një kafe? E keni shënuar në dokumenta që Xhaxhanu ka kanë ekzekutuar në vitin 1947 për krime kundër pushtetit popullor? Si? Nuk e kam shënuar, e pastaj? E dije. E kuptoni sa ngushtë keni rënë? Dëgjoni se çfarë kërkohet nga ju. Do të më sillni të gjitha letrat e hedhura në përzyrë lart e poshtë, pavarësisht nga vlera e tyre. Ashtu do puna. Kuptoni? Jo, nuk po ju kuptoj dot. Oh. Atëherë po u shpjegoj me hollësi. Ne do të çojmë fjalë aty ku duhet dhe juve do t'ju përzën nga puna. Është e natyrshme që juve nuk mund të mbajnë mend atë institucion duke patur Xhaxhan të ekzekutuar, mos më ndërprisni. Pas kësaj do t'i shpijem në vesh burrit tuaj dashuriçkat në atë bandillin edhe do të ngrihet një padije divorci. Po përse duhet t'i mbledh ato letra? Më duhen mua. Po kush jeni ju? Mos e shtini sikur nuk kuptoni, ju nuk e keni për herën e parë. Si duhet ta kuptoj këtë? Nga forja. Kur e arrestuan, ai nuk tregoi asgjë për lidhjet tuaja, ndryshe ju do të ishit me kohë në burg. Edhe kur doli nga burgu, ai juve ju ka lënë rahat. Ha? Si thoni? Keni të drejtë. Por është të mërshme. Mirëmëngjesi. Shoqe Besa. Shiko, po kam një javë me një javë. Shoqe Besa. Ata pastroj zyrën? Ja, një minut. Shiko, të ma gjesh pa tjetër. Po si pa tjetër. Dua t'i bëj një surprizë Skenderit se këto ngjyrat e hapura më shkojnë shumë. Sketi, mos ki merak.
Dimitra, që të copë mrekullueshme që ishte. Alo? Shoku Agim? Jo, nuk është këtu. Do t'i them, ditën e mirë. Ke shkrepse? Po si ja? Urdhra. I dojët? Po, i dojgjë. Nuk isha që të bësha. Veç këtyre nuk mund të marrë gjë tjetër. Dimitra deri sot nuk na ka sjellë asgjë për të qenë. Dimitra, më falë. Harova, u dha shumë pas po më thullu. Besa si është, Dimitra? E mirë është. Nuk ka ndonjë gjë. Po... S'më kuptove. Duhet të di si sillet. Si e ka biografinë. Ka ndonjë të metë ku mund të kapemi. Jo, tek Besa nuk ka asgjë të tillë. Ajo është në një vend besuar. E rregullt. Jo, tek Besa nuk ka asgjë të tillë. I pëlqen pak moda, po... Nga bandilën takosh më ti? Jo, ç'ne? Ashtu. S'ke ndonjë mal për të qenë. Mirë. Mund të shkosh. Për kujdes, as njeriut, as një fjalë. Qartë? Po. Tu një tjetë. Desha të bisedoj pak me shoqen Besa. Ç'është e pune? Kush jeni juve? Me shoqen Besa, pra. Shoqe Besa, ju kërkojnë këtu poshtë. Faleminderit. Tani vjen. Faleminderit. Ju më kërkuat? Po, unë. Dëshiroj të bisedoj me ju për një çështje. Urdhroni në zyren e pritjes. Faleminderit. Uluni. Faleminderit. Më falni, mund të ndesim cigarë? Ju lutem. Faleminderit. Në fakt, unë kam një çështje për shokun Agim. Ju jeni sekretarja, po? Ai është i zënë, po ma thoni mua. Ashtu mendova dhe unë. Ndoshta juve ju intereson më shumë. Pse si është puna? Mua më ka rënë në dorë një dokument i hartuar nga shoku Agim që bën fjalë për teknologjinë e një uzine sekrete. Si? Si është e mundur? Kjo s'ka rëndësi. Ndodhen gabimet të tilla. Mos u shqetësoni. Mos u shqetësoni. Dokumenti ndodhet në dorë të sigurt. Po, ku e keni?
Me siguri e kam haruar në kostumin tjetër. Ashtu? Me siguri. Po, kur do ta sillni? Shihemi sot pas dite, në orën 4:20 te këndi i lojnave. Dakord. Dakord. I lutem, mos u vononi, se pas kësaj kam edhe një takim tjetër prandaj. Do t'jeme përpikt. Miru pafshim. Miru pafshim. Më falni. Shoqja Besa, pas 3 ditësh bëhet mbledhje e Këshillit Teknik të uzinës. Ju lutem, mos silli pak dosin mbi rekonstruksionin se do të bëj disa ndryshime. Si urdhëron. Dal! Ka kështuar beqar plak. Më treme mori mallkuar. Po mendoja për vënien funksionim të asaj makinës së re që në ka ardhur nga jashtë shtetit. Në qoftë se mendon për këtë hallall e pash. Hajt miru pafshim nesër. Miru pafshim. Ja, ma i zogës. Nuk do të vij aty. Po se kur të më kesh ngritur në një kurt. Lodhu pak e dashur. Fuqi në këtë valë se kanë kavalierët. Shoqja Besa? Ku humbët ju? Autobuzi, më vonoi autobuzi. E sollët dokumentin? Pse po nxitojni kështu? Nxitoj pak. E po mirë, atëherë e lëm për një herë tjetër. Miru pafshim. Po çka këtu për ta lënë për një herë tjetër? Sepse çështja nuk është kaq e thjeshtë sa që pandeni ju, shoqja Besa. Çfarë kërkoni për me? Është problem fare të vogël. Që më pandeni ju mua? Jo. Gjera fare të vogla që juve nuk ju kushtojnë asgjë. Për shembull, të më krijoni mundësinë të hedhni si dokumentave që juve kalonin për duar. Ose ndonjë fletë hyrje për në institucionin tuaj. Si? A jeni në vete? Po, unë e ndjej veten jashtëzakonisht mirë. Kurse ju, shoqja Besa, mos e hiqni kaq naive sa dukeni. Mos kam të bëj me një. Mos u shpejtoni të nxini përfundime, shoqja Besa. Dhe tani dëgjoni me vëmendje. Kodi penal ka një nen tepër interesant për ata që mbasin dokumentat me vlerë shtetërore. 20 vjet burg. Më mirë burgun se rruga ku doni të më shtyni ju. Mos mendoni të bëni ndonjë hap pamatur. Ju keni një djalë të vogël, 6 vjeçar si angjëll. Ndonjë aksident, ndonjë elmatisje. Mendoni për këtë. Njerëzit e mi do të ndjekin ka pasi.
Ç'bëre kështu? Çfarë bëre kështu, more? Qa marrok, qa bëre kështu, more? Bëre qa marrok! Bledi, po tia, do bëhesh vinqerë kur të rritesh? Po, babi, do bëhem. Po mirë, do bëhesh vinqerë i mirë apo i keq? Vinqerë i mirë. I mirë. Po vinqerë i mirë, nuk e prish kështu vinqin e ti. Apo jo? Po, unë punova me një shkëm të madhe, a i ma prishi. Po prap ti e i keq. Vinqeri i mirë duhet jeti kujdeshëm. Unë du të vajis vinqin tim. Mirë atëre, unë do të sjell një shishe të vogël me vaj. E tani luaj me lodrat e tua. Shikon si kesh për ndarë? Po mami s'po vjen. Babi, na tregon një prallë. Mbledhin gjitha lodrat në kanistër. Si mblodha. Shumë mirë. Një ditë, dhejnë për adinake, pa ecte në përfush duke vërshëllyer. Kokën e mbante lartë, dhe pa prit mas, bie në një grop të thellë. Po jo këtë o babi jo, një tjetër se kjo këtë më këtë regu një erë. Ashtu? Po çfarë do të tregoj tjetër? Erdi mami, erdi mami. Mami, 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 mami. U vonova të isha me një shoqe në dyqan. Ç'kemi, si e kalove sot? Mirë, në rregull. Po mami, a kishtë ndalë bicikleta? Po, gjani, mami. Po pse s'më bleve një? Po ma, po pse s'më bleve një? Po çfarë me gjani? Po biciklet pra? Po kur dalin do ta blej, mami? Po ti the. Nuk po ç'vishesh? A ja tani. Alo? Ju keni një djalë të vogël si Angel. Ja erdha. Babi, pse s'më tregove prallën? Po të shti do ta më darë këtë shti. Kush ishte në telefon? Do të kenë rënë numrit gabim. Pa dritarën si mbahet fryma. Por që do me thënë të mbahet fryma? Ti s'po ha? Ndjehem ca e lodhur. Kishim një mbledhje të gjatë sot mas dite. Sa bab. A shpejt, mami, se sonte televizori do japi atë filmin me spiun. Jo, sonde s'ka film. Plasa. U mor fryma. Besa, ti më duke shumë e lodhur kësot. Po të bëj një kafe. O babi, ti s'më the prallën. Të shti vish bijamat, edhe marrësh në krevat qoku bledi. Me
Haj. Edhe shiko, më prit, se mos ja fusësh gjumit si Ariu budalla. Jo, babi. Ha. Besa. Ç'ke kështë? S'kam gjë, Skënder. Ti diçka ke. Gjatë gjithë jetës tonë bashkëshortore, unë s'kam parë ndonjëherë kaq brengosur. Do të thras mjekun? Unë me njerëzit e mi do të jemi hija jote, sa kanë se ndërmerë në një veprim. Jo, do të më kaloj. Tani pas kafe si kur e ndjej veten më mirë. Besa, ti më fshet diçka. Fol. Nuk kam që të them, Skënder. Shkojmë të flim, ndoshta qetësohem. Alo? Skënder! Fol. E po, ta shti për dizën bledi miru pafshim dhe... E di, babi, e di që të sile mirë në ko, për hajtë miru pafshim. Do më thënë, jeni sigur se ishin të qesuar. Ashtu më duke, sigur drueshin. Po ju? Njëri vuri dorën fytyrë, po. Unë kujtova se mos i vrau drita syt. Si ishte? Shumë trup? Po. Për ndërë nuk e di, po... Më duk i gjatë, i holl, me pak kurris. Po e tjetëri? Të them të drejtën, asun nuk dallova do të gjë. Ju faleminderit shumë. E kemi për detyr, shoku Gjergji. Edhe më fali se i shqetësova për ajo të dy. Lutem. Miru pafshim. I holl, i gjatë, dhe me pak kurris të dalë. Interesant. Ha, për unë nuk shikoj asgjë interesant. Po ato ishin dhe të friksuar. Po, mund të kemë patur frikë se mos binin ndër rrotat makinës. Po, mundet. E di si është puna, Petrit? Çfarë? Si mbas një të dhëne, dikush ka tentuar të hyjë në një nga institucionet tona. Kur kështu? Dje mbas dite. Me qëllim? Ç'të them? A shë ndonjë lidhje në këtë mes? Turbull. Personi ka qenë i holl, i gjatë, dhe me pak kurris të dalë. Si do qoftë kjo çështje duhet parë me shumë kujdes. Koha nuk pret. Unë po shkoj, miru pafshim. Miru pafshim. Atje në uzinë e kisha më të lehtë. Kurse këtu lindin shumë probleme që kërkojnë zgjidhje të shpejtë.
Ha, Clark, po përparonin do pak një gjuhën shqipe. Më duket tepër e vështirë. E disim, kam përshtypjen se ju mund ta mësoni më shpejt se unë. Ç'thoni kështu? Unë shqip? Po, kam vënë re se reagoni shumë shpejt ndaj bisedave të tyre. Po më çuditni me këtë gjykim. Në një farë mënyrë edhe ju keni të drejtë, Clark. Këta shqiptarët janë tepër komunikues në bisedë. Po, kjo është e vërtetë. Ju lutem i pin kafet? Po. Po bisedonim për përshtypjet tona. Dhe cilat janë ato? Të mira, padyshim. Genc, a nuk ju duket se zoti Sem mund ta mësoj shqipen më shpejt se unë? Kjo nuk më kishte shkuar ndonjëherë ndërmend. Edhe mua më duket çuditshëm ky gjykim. Atëherë më duhet të them se Genci nuk e ka të zhvilluar sa duhet aftësinë e vëzhgimit. Një kompliment i Clarkut. Edhe mundet. Megjithatë, kam vënë re se zoti Sem reagon shumë shpejt ndaj bisedave të shqiptarëve. Kjo deri diku është e vërtet, por ka edhe shpjegimin e saj. Ti, Clark, i di disa fjalë shqip, kurse unë jam pozitat e Mehmecit. Kështu që me mua ndodh ajo që quhet kompensimi shqisave. Ky arsyetim më duket bindës. Pra, sot në darkë, unë do të vi tek ju në shtëpi. Po bashkë me Petritin e masë vetëm... Patjetër, pa shkesi nuk të pranon familja. Gjergjit. Çfarë? Në shtëpi më pyesin gjithmonë për ty. Po, kjo ndodh me nënën time. Nusja kështu, nusja ashtu. Faleminderit. Shpresa, unë kam një punë shumë vështirë. Mos fol për këtë, Gjergji. Po, ne nuk po lidhim kontrato. Çdo punë ka vështirësitë e saj. Mjafton që ti të kryesh detyrën tënde, të tjerat pastaj rregullohen. Kur e ndjej veten ngushtë, shkoj në zi. Shokët janë rritur. Jam pjekur. Vinë. Më prekin duart edhe bëjnë shaka. Ej, Gjergj, kujdes mos tikin kallët nga duart se të mori lumi pastaj. Shpresa. Oh, Linda, më fal pak, Gjergji. Një tjetër Shpresa, ç'bën si dukesh? Po ku je se kam Ja, gjë që po të kërkoj. Si është puna? Më ka lindur një farë dyshimi. Më duket sikur njëri nga ata kupton shqip. Shqip? Po. Ndovta të zhdukur. Kjo e ka rënë sy e tjetrit, Clarkut. Ke biseduar me të? Bisedova me të dhe kundërshtova. Si ta merr mendja ty? Ç'të them? Do marrësh në gjë. Faleminderit, tani sa piva kafe. Ke ndonjë rast konkret? Atje në ekspozit sikur... Çfarë në ekspozit? Jo, nuk më merr mendja. Po të premten mas dite ke qenë me ta? Të premten? Po. Dëgjoj, Genc. A mund të kujtosh me hollësi çdo gjë, veçanërisht atë mbasdite? Nuk ishte asnjë ndryshim nga ditët e tjera. Pas dite luajtëm sha me Clarkun. Zoti se mund gjithë në dhomë. Pastaj u takuam përsëri në orën 8 për të ngrënë darkë. Në 8 fiks? Jam shumë i përpikt me ta. Ka ndonjë rëndësi kjo? Më varet. Me këtë orë që ke ti,
Të lutem një pas këndësh. Keni kolon, ju lutem? Ta shikojmë pak? Të jam të mirë. Dimitra si? Të falenderit. Je bërë mirë. Qka? Po ti? Po për Skanderin, po blej dhe diçka. Gjatit. Një sham po desha. Takove? Po. Më tha se priste të shoqin. Mirë. Shko. Si jeni Besa? Po ju nuk jeni fare i përpikt. Mirë, po dokumentat që më prut nuk ishin fare vlerat e të parit. Si spjegohet kjo? Si ishin fare pa vlerë? Jo, gjenëm jo, po unë duhet të di më shumë. Unë duhet të di çdo gjë për ato objekt, kupton? E kuptoj, po jo çdo dokument kalon në përdorën time. Ato më të rëndësishmet kalojnë në një rrugë tjetër. I shkojnë në dorë shokut Agim. Vërtet? Në qoftë se nuk keni besim tek unë? Prit. Prit se bëra shaka. Po, ku janë tashti ato dokumenta? Në kasafortën e shokut Agim. Pa ma përshkruaj pa kasafortën e shokut Agim, po me ullësi jam. Tregon për sektorët, për rregullat e hyrjes, për çdo gjë. Po ne ndryshe patëm fjalën. Premtimin që Allahu në mbajta, tani ju lutem lini rehat. Më shtruar shoqe Besa. Më shtruar. Ju jeni përpindsh. E mira unë që më gjeti. Marko Ruvina, mekanik në ndërmarrjen fitoria, beqar. Para lufte ka qenë kurbet, është kthyer në verën e vitit 1943. Të martën masdite, a i ka kërkuar takim me sekretaren e drejtorit Besa Kushta. Mbas atij takimi Besa ka qenë tepër e shqetësuar. Nga të dhënat për takimin e dyshimit javën e kaluar, thuhet se një nga të dy personat ka qenë me trup të hollë dhe me pak kurriz të dalë. Pa mirë Margjel, unë nuk e kuptoj. Që nevojë kanë patur për një takim të tillë në rrugë? Po ndoshta nuk kishin mundësi tjetër. Mundet. Të kam njoftuar për disa dëshime të Gensit, fole me të? Sonde kthehet, është në udhëtim e sipër. Po unë jam. Si? Po vi me njerë. Njofto dhe guximin. Një tjetër një shok. Një tjetër. Si një tjetër? Faleminderit. Ku janë gjurmët? Ja atje për te. Ai fshatare që denoncoi u lemrua? Siron. Atëherë veprone me qenin. Vare qenin të nuhas dhe ndi gjurmën. Personi ka pasur me vete një armë. Ja dhe fundi i qytës. Si me ndonë t'i guxim? Gjurmlënsi është me trup mesatar. Ka pasur me vete dhe armë. Këtu ka ndaluar ka pirë një cigare. Nga bishti i cigares duket se e pi të drevër. Kur konstatuan gjurmët? Në mëngjes pa lindur dielli. A dëgjua të shtana? Ja.
Ju lutem, nga jo pika aty a duket uzina? Duket? Jo, që këtej nuk duket dje. Sikur ty të ngarkoj detyra për të hedhur në erë këtë uzinë. Si do veproje? Së pari, do të siguroja një njeri të besuar brenda uzinës. Së dyti, do të përcaktoja pikën nevralgjike ku do të vendoset eksplozivi. Dhe sa eksploziv do të duhej për të hedhur në erë këtë uzinë? Po sot raporti i peshës eksplozivi dhe forcës shpërthyese ka ndryshuar mjaft. Ku janë ja trimat e qaqajt? Me shëndet. Tu je djeda. Mirë, si e kalon? Tu je djeda, si e? Mirë. Na falni se jo munduam pak. Mos ma thoi mua të fjaldi. Po jo? Ja me këtë ani zemrën ju të rinjë. Bëni gabimi ju dhe. Jo, për dise, qaqan, dise. Ja kështu ma bën dhe i mbira t'je në shpi. Po he, qaqan. Na trego pak pra të njeriun që vërtit e këtej. Që thua ti, po vinja këtej, shkoja në kooperativ kisha një punë. Kur, ja, shikoj një njeri mu këtu, e shikon dhe nga uzina. U thash, kishte edhe një qifte në krah. Zagar kishte? Zagar? Zagar, qëshe? Nuk kishte. Nuk kishte. Po nga veshje kështu si ishte veshur? Po, qytetar që, mbante një nga ato kapelat e rumullak të në kokë si sa... Borselin? Salin, Fole me te? Jo, nuk ja pasha sfitiru. Si duket më ndjell dhe... Iku. Nuk më përqeu qëndërimi ti. Nuk më duk gjatar moj. Pastaj u ktheva dhe gajmërova djemët me njërë. Po mirë xhaxha, shumë faleminderit, edhe miro pafshim. S'ka gjë më rëbir, shëndet. Tu një tjeda xhaxha. Hajde ditën e mirë. Miro pafshim xhaxha. Hajde ditën e mirë, trimat. Ditën e mirë xhaxha. Mirë xhaxha. He? Qeni ndoj që gjurmën dhe në rrugën automobilistike. Aty o ndërpre. E qartë. S'do të humbur asnjë çast. Nisemi. Rini e gëzuar. Ky konstatim tregon se ju vetë po plakeni, apo jo Clark? Duhet ta pranoj me keqardhi. Duket se bisedojnë për Ekurullën. Kanë qenë në aksion. Shumë ngushtë e shikojnë jetën. S'ka ndëfrime. Janë ende primitiv. Do më falni pak minuta mua plakun. A, sot i sem? Ja dhe një shenjë tjetër e pleqërisë. Se në smoshës në venime. Po, ashtu duhet jetë. Si shkojnë punët? Mirë. Mikrofilmat i kënë pako. Operacioni duhet të mbaroj për 5 ditë. Si urdhëron. Marko Rovina nuk ka qenë zonën e ndaluar. Je i sigurt për këtë? Gjurma e zbuluar tregon se gjurmëlansi ka trup mesatar. Por nuk përjashtohet mundësia që midis Marko Rovinës edhe gjurmëlansit të ketë një lidhje. Po pse? Institucioni ku punon Besa ka lidhje me uzinën sekrete. Vetëm me atë uzinë ka lidhje? Jo. Vazhdo. Marko ka friksuar Besën. Ai tjetër interesohet për uzinën. Nuk mund mendohet se kjo gjë mund ndodhi rastisht. E drejtë. Janë para 2 agentë vjetër që po pritur kanë filluar të veprojnë dhe që nxitohen shumë. Reaktivizimi i tyre nuk mund të jetë i rastit. Duhet kërkuar ndikimi i një personi të tretë, i cili mund të ketë ardhur kohët e fundit nga jashtë. Ndonjë huaj? Vetëm një supozim. Mbi ç'baza? Hapën atë disa dyshime të trubullta. Dyshohet se ai kupton shqip. Dhe se ka kthyer pas 10 minuta orën e Gencit për kthyesit. Si ta kuptojmë këtë? Kjo ka ndodhur të premten. Pikërisht atë ditë që është vënë re një takim i dyshimt. Në atë kohë zoti Sem ka qenë në hotel. Këtë e pohon vetëm Genci. Mbi të nuk mund vjet asnjë dyshim. Me sa kuptoj unë, Petriti dyshon jo te Genci, po te saktësia orës ti. Supozimet
Ka një bazë logjike. Mos ke gjë për të shtuar? Jo. Tani për tani nuk kam. Thuaj, edhe një dyshim i vogël mund këtë vlerë. E di, por ha për ha, nuk kam. S'ka gjë. Le ta kristalizoj mendimin e tij, po pa u shmangur nga detyra kryesore. Jam dakord me mendimet tuaja, shok. Ndofta ky njeri pas buzëqeshjes fshet thikën. Është porosi e veçantë e partisë që çështja të ndiqet me precedencë. Fjala është për një vepër të rëndësishme në fushën e mbrojtjes për të cilën tuajt interesohen shumë. Dyshimet nuk mjaftojnë. Urdhëro? Për ju. Po. Ju po më bëni ta humbas durimin, deri kur kështu? Më qetë, Besa, më qetë. Ju lutem shumë, pa nerva. Unë sapo isha përgatitur të njoftoja diçka të këndshme, kurse ju... Për mua s'ka asgjë të këndshme në këtë mes. Unë kam njoftuar qendrën për ju. Ata janë tepër entuziastë. E dini se cili është pseudonimi juaj në qendër? Nuk doni ta dini? Megjithatë unë po ja u them. Pseudonimi juaj në qendër është Perla. Nuk më intereson fare. Ju më premtuat se nuk do të më shqetësoni me. Pushoni, jam unë e që i diktoj kushtet. Mos pandeni se krimi juaj mund të shlyhet kaq thjesht. Po si kur të pranoj burgun? Po ju nuk jeni as butallaqe as e çmendur drejt që e mori. Po burri? Po foshnja juaj. Po opinioni. Po në fund të fundit dënimi juaj për një kohë të gjatë. Keni të drejtë. Ja, pra, më në fund. Atëhere, dëgjoni se cila do t'jetë detyra juaj. Do të merrni në plastelin gjurmët e qelësit të kasafortës të shokut Agim. Po kjo është e pamundur. Ai nuk e le kur qelësin në kasafort. Kjo është krejtësisht e mundur. Unë e njoh shumë mirë atë tip kasaforte. Tani, dëgjoni se si do të veproni. Mos deshët në thoshit diçka? Ju jeni çuditshëm. Ja këtë desha. Faleminderit. Pas kësaj nuk do të shqetësoj më. E solli dokumentin? Po. Mos doni t'ju e jap këtu? Jo, pas shtyllës. Këtu janë disa që plotësojnë kushtet tuaja, mosha 45 deri në 60, 71, 72, 175. Faleminderit. Më keni ndihmuar mjaft. Me këto marrova mund t'i merrni. Pa dale. Një e qarë në vetull. Zoti se mban syze me skelet të trash. Dofta ai diçka fshe. Ja tjetë agent, të kam pritur mbret. O, një tjetë Astrid. Kam qenë me shërbim. Miru pafshim. Miru pafshim. Ju i keni shfaqur disa dyshime Gjergjit. Po, e kam vrarë mendjen për këtë çështje. Më kujtua diçka që më duket se paraqet interes. Të kam marrë disa herë në telefon për këtë. Po, më thanë ana. Pa. Të premte mas dite kur luaj asha, zoti Sem u interesua për orën time. E mori në dorë orën Semi? Po, e mori. Dhe vura re që ora kishte mbetur 10 minuta mbrapa. Ashtu? Po. A je i sigur se ndodhi pikrisht premte? I sigurt, të shtunë e qova të orëndrejzi dhe mora të martë. Aha. Këtu me siguri diçka fshihet. E ti, Genc? Urdhro. Mua më ka lindur një ide.
për të cilën ti duhet të më ndihmosh. Me gjithë qef do bëj gjithçka që varet në dorën time. Faleminderit. Kohët e fundit kam lexuar kujtimet e një veterani, profesor Alimi. Po. E njeh? Na jepte filozofinë. E pra, në kujtimet e tij ai shkruan për një oficer shqiptar në shërbim të Gestapos. Dhe mua më ka lindur një dyshim për zotin Sem nga vetë rrethanat e krijuara. Po. E dua që ata të takohen të dy. Kuptoj. Profesor Alimi e ka zakon që pas ditëve shëtit nga liçeni. Takimi i këtyre të dyve duhet të duket krejtësisht i rastit. Të mos bjerë në sy, as për Semin apo për profesor Alimi. Mos ke merak. Faleminderit. S'ka. Unë mund të takoj edhe vetë, ti e kupton, por i ruhem në një sugestionimi të dëmshëm. Hiç mos ke merak. Shkojmë. Tani po. Tani mund të them diçka. Megjithse është akoma një hipotezë. Hipotezat për shkruar të e vërteta janë pranueshme në punën tonë. Pikërisht. Ne nuk dim akoma nëse zoti Sem di shqip apo jo. Por le ta marrim këtë si të vërtet. Atëre kush është ai? Një oficer shqiptar në shërbim të zbulimit huaj? Për këtë shkova në arshiv dhe fillova të kërkoj në dosjet e kriminalëve të arratisur. Një enigmë me shumë panjohur. Ashtu është. Po ne dim gjatësinë e shtatit zotit Sem dhe moshën e prafërt. Interesant. Zbulove gjë? 11 persona plotësojnë të kushtin. Por në shikimin e parë asnjë nuk ngjan me zotin Sem. A ti mund t'i kemë bërë ndonjë operacion plastik? Plotësisht e mundur. Ndër ata 11, 4 kanë vdekur. Pra mbeten 7. Edhe po të mos jetë midis tyre? Do të ndjek një rrugë tjetër. Por tani për tani do t'i shkoj kësaj deri në fund. Ndër ata 7, 2 ngjallin më tepër interes. Njëri ka nishan në faqe, tjetri një të qarë në vetur. Kurse zoti Sem mban syze me skelet të trash. Më falni, u lutem. Duhet jeni i lumtur që jetoni një vend të tillë të mrekullueshëm për 2 vjetësh. Nuk është edhe aq bukur sa duket. Tu shpesh kaloj ditë mërzie. Si ka mundsi? Im shoqësh i zën gjithnjë me punë. Gratë e tjera të ambasadës nuk më përshtaten. Mediokriteti i tyre më bezdis. Kjo ndodh kudo. Unë kam fjalën për natyrën e bukur dhe të qetë. Edhe njerëzit më kanë pëlqyer. Nga kontaktet që kam pasur me ta, kam përshtypjet më të mira. Ju keni disa prirje romantike i dashur Clark, mua nuk më duket tamam ashtu. Ju duhet mësoni të shikoni gjërat më realisht. Aty është një bark. Dëshironi të shëtisim? Me shumë kënaqësi. Larg! Si jeni zoti Sem? Një tjetër. Dëshironi të bëjmë shëtitje me varë. O, ide e bukur, apo jo, Genc? Ashtu është, por keni ndonjë kundërshtim? Jo, por varka më duket e vogël për 4 vjet. E po mirë. Ne po shëtisim edhe pak këtu. Shkoni u, Clark. Opa! Gjyshi, nani do të na marrë topin. Nuk bën kështu. Shkoni luani tani. Ti s'më kape dote, ti s'më kape dote, s'ma të dalë, ti s'më kape dote. O, profesori. Si jeni, profesor? Mirë, Genci, me shëndet, a jeni mirë, duket që mbarë. Po të shka? Po edhe ti qeke për bura, ma. Njihuni, zoti Sem ka ardhur si turist në vendin tonë. Profesori im i filozofisë. Shtu? Po. Gëzohem shumë. Gjithashtu. Me se merresh tani? Jam përkthys. Keni dalë shëtitni? Po, dal nga njerë me fëmijët e djalit. Më pëlqen fresku. Si ju duket Shqipëria jonë? Që nga vendi i mrekullueshëm. Po. Me se merrin? Unë tani jam në pension. Shpletoj në bibliotekën time, hedh kujtimet. Gjyshi! Po. Fol, voglush. Fol. Mua më falni.
Baj! Fajn! Baj! Fajn! Që me ndoni, shoku Alim? Urdhëra? A, ju faleminderit. Pas takimit me atë të huaj në pashtë të shqetësuar. Zdi pse më kujtua qelia, torturat. A do të njënit atë person po të atakonit? Sh'ju them, kanë kaluar disa vjet, njerëzit ndryshojnë. Pa shikojeni këtë fotografi? Sami Ameni. Sa krime rëndojnë ta. Ajsa. Të tronditur, shoku Alim. E po pleqëria, mordjal. Zëri ati të huaj se si mu duk. Po, Sami Amenin do të anjinje me disë 1.000 të tjereve unë. Në vetull ka patur. Dëshironi? Kafen, zotni. Çfarë? Kafen, zotni. Dëshironi gjë tjetër, zotni? Jo. Shoqe Besa. Sa më friksuat. Si gjithnjë ti nxarr dhe i pasjellshëm. E keni gabim. Po, s'ka që bën. Jeta. Jeta më ka bërë që ti jem shumë i kujdesshëm. Ti jem, si e thon fjalës, i rraur me vaj edhe me uthull, po që kemi nga ty?
Besa, ti je mrekullueshme. Korrektesa tënde është me të vërtet për të lavdëruar. Pa komplimenta. Të mos ke më fjalë, kjo që detyra ime e fundit. Dale prit. Besa, është e vërtet se neve kemi lidhur marrëveshje, por ajo simbolike. Neve kemi detyra të tjera. Jo tashti, ndoshta jo me mua, por dikush mund të ketë nevojë për juaj, dikush që do të paraqitet, do të thotë. Unë nuk mbaj mend asgjë. Bledi! Bledi! Besa, le të mos grindemi. Bëuni arsyeshme. Qëndroni edhe pak këtu, kështu nuk do të ngjallet asnjë dyshim. Bledi! Mami! Djali, mami. Çdo gjë në rregull. Sipas planit është lënë për sot. Mrekulli. Domethënë, sot, Marko Rovina. Në emër të popullit je i arrestuar.
Punë e pastër. Me të vërtet punë e pastër. Shok të Lalis, presim njëri tjetër? Jo, as njëri tjetër. Urdhëroni. Po ju kush jeni? Sigurimi shtetit. Markoja nuk është këtu? Jo, ai s'ndodhet këtu, po mund të ndihmojmë ne. Jo, kisha një çështje personale me të. Është më mirë të jepni fund kësaj komedie. Ju do të vini me ne. Do t'ju çojmë ne tek Markoja juaj. Shumë mirë, shok, shumë mirë. Operacioni ynë po zhvillohet me sukses. U mua në pyetje Markoja? Si urdhëra. Me të vazhdon ethusia, por deri tani s'ka deponuar asgjë. Po me Dimitrën si u bë? Ajo u ka shërbyer besnikërisht aty. Atëherë na mbetet vetëm një fije e pasbuluar. Sidoqoftë, gjurmë tani ja dim. Armiku është tepër i zgjuar dhe dinak. Duhet pranuar se Markoja ka vepruar si një specialist i mirë. Dhe na mbetet detyrë të nxjerrim konkluzion nga kjo ngjarje. Hyr. Hajde kuzim, hajde. Shumë mirë, shok. Kushtet u poqen plotësisht. Po shkoj të raportoj mi situatën. Në çfarë niset aeroplani? Mbas 2 orë, shok kryetar. Avioni i linjës Tiranë-Budapest. 10 minutash. Lutem pasagerët të përgatisin bagazhet. Po. Kështu. Pas një vizite të këndshme, njeriu ndjen veten të përmalluar kur largohet. Apo jo, zoti Sem? Natyrisht. Kapiten Sami Ameni. Sami Ameni. Do ish një kontrato me shumë leverdi. Sami Ameni. Në emër të popullit të je arrestuar. Ju lutem, Genc, çfarë kërkon ky zotni? Ai thos se jeni i arrestuar. Materiali fotografuar nga agenti juaj është pa vlerë. Ai është serviru nga ne. Ç'po ndodh kështu? Bashkëudhëtari juaj është një kriminal shqiptar i arratisur. To janë trilline. Unë do të protestoj. Shteti im do të protestoj.
Më lejoni të drejtohem një ambasade mike. Leri këto sa mjameni. Askush nuk do të protestoj. Jemi mësuar me të tilla protesta dhe aq na bën. Siç e shihni, ne jetojmë për mrekulli në pjesën e diellit që na takon. Nisu. Zoti Clark, udhë të mbar. E çuditshme. Nuk është as pak e çuditshme, zoti Clark. Sidoqoftë, përshtypja juaj se zoti Sem dinte shqip nuk ishte gabuar. Ajo ndihmoi. Tani e kuptoj pse insiston të shoqëroj me mua. I duhet një mbështetje. Po largohem me përshtypjet më të mira nga Shqipëria. Faleminderit. Atëherë, Miropafshim. Miropafshim. Faleminderit shumë. Rrugë të mbarë. Me të mira. Shëndet. Miropafshim, Genc. Gjagji Gjergji. Gjagji Gjergji! Gjagji Gjergji! Të keqen Gjagji. Si e më gjatë? Pinja tjetër. Pinja tjetër. Pinja Të juar. Gëzojmë shumë. Shpreza kjo, ha? Po. Si jeni? Mirë. Si jeni mirë. Ko e bukur sot është, shetitje Po, kështu? shetitje. E po na falni atëherë, mirupafshim. 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 Bledi, thuaj mirupafshim. Ashtu. Mirupafshim. Me të mirë. Cilët qenë ata? Para disa ditësh, që grua pati një breng shumë të madh. Po? Kurse tani ju kthye prapë qetësi. Ashtu? Mua më kërkoni. Jo, vazhdoni. Jetë të lumtur familjes së re. Hajde, mirupafshim. Mirupafshim.